Përshëndetje miq. Shëtimi i energjisë elektrike do të jetë tema e kësaj jave në Blitz Interview. Musafir për të biseduar për këtë temë e kam kolegun tim, aktivistin e shoqërisë civile, Dibran Hoxhën. Dibran, mirë se vjen në mirë se u gjeta. Po na qytetarët po na dhëna me tortë astrit. Na tortë për mua nuk po të shoqë. Alo jo. Po thonë qytetarët që isha mbërtore për rën Kosovë. Po veç për qytetarët ma idh po mdoket, edhe pse gjendja situata pak e rënume. Se me tortë, ajo e godetat ta themi kështu shefin e ZRE-s. Me çka e meritoj tortën? Po, na jemi një grup i qytetarët pak knaqur, në cilët jemi konsolidu dhe jemi organizu pej vitit paktën prej fundit të vitit 2021. Tash nuk i kemi këtë kapacitetet që më marrë aktivisht me këtë temë, po sa herë që po del në sipërfaqe çështja e rrymës, që po shihet, që po del shpesh në sipërfaqe, po mundohemi edhe na mu mobilizu edhe mu organizu rreth kësaj teme. Edhe dje bashkë grupi vendosi që me bo qatë lloj aksioni simbolik me gjuhë me tortë, targeti ke ftyrës, me thonë drejtën, po qashtu kënë rrethanat edhe së në mritëm. Se simbolika e tortës. Na erë si ide për shkak që para 3-4 dite qarkulloj një foto ku kryeshefi ZRE-s ishtu e për një tortë me këta kryesus të shefat e Kecit e Keskos. Do më thonë edhe i thamë që po të pëlqen torta shumë, po ta japim edhe na një tortë me 15% të rrymës. Dhe simbolika ke çajo astro, torta që ndërlidh Kecin, Keskon edhe ZRE-n, që ZRE është prap një lloj zgjatimi i qeverisë që i shërben një kompanie private që është Keci edhe Kesko, që nuk po e demonizojmë na pse e dojnë fitimin ata, se që kompania private që atë qëllim e ka. Ama me tentu edhe me dasht fitimin pafundësisht në kurriz të qytetarëve, për neve që kjo është e papranueshme. Dhe Dibran, që është argumenti i shoqërisë, i juve, që jeni organizu ndaj këtij shtrajtimi të energjisë elektrike? Argumenti kryesor. Sa po mendoni ju që s'do të më shtrajtoj? Argumenti kryesor astrit është që kjo ka një lloj kronologjie, se qytetarëve jo pse ata janë naiv, edhe ata e kuptojnë hallkat e sistemit energjetik në Kosovë. Për shembull, kur i thu që Keku është ndërmarrje publike që e prodhon, Kosi është po ashtu ndërmarrje publike që e bën transmisionin, mandej Keci e bën shpërndarjen edhe Kesko e faturon, të paktën 4 hallka. Po këto po mungon një lloj shpjegimi pse duhet, se këta mujnë me kërku rishikim të tarifave çdo vit. Po arsyetimi pse duhet me ushtrajtu rryma çdo vit nuk qëndron. Pse? Se Keci po mundohet me arsyetu që neve na duhet me shtrejtu rrymën se po kemi humbje në shpërndarje, po kemi humbje në rrjete tjera e tjera, në ndërkohë na nuk e kemi pa hala që ato pasqyrat e deklarume prej ka po vjen ajo humbje. Pra nëse ti je ndërmarrje private, edhe të ZRE-ja, të zyra regulatorit e paraqet arsye pse duhet me të ushtrejtu tarifat, edhe për qytetarët nështë kish mujt me kone kuptueshme ajo, por ka ndodhur në 2021 në blok tarifa, pra përmi 800 kWh rrym, neve na shtrajtohet e shumë fishohet rryma, u aprovu blok tarifa, pe ZRE-s. Hajde një lloj shpjegimi, kriza në Ukrainë, a ne i kne, shkoj ajo. Mandej, qeveria e subvencionoi prej 75 deri në 100 milion me njëherë në fillim të 2022-s Kecin, për shkak që ata fillimisht deklarun rajtën, edhe ministri Rizvanolli dul në konferencë sa reduktimet po ndodhin për shkak të ngarkesës në rrjet. Në ndërkohë kur e subvencionoi qeveria, u heq ajo ngarkesë. Ja nisën këta me furnizu. Pra nuk dëshin me ble shtrajt dhe me na shit neve me tarifat ekzistuese. Do më thonë, njëherë u vendos blok tarifa, mandej e subvencionoi qeveria me afër 100 milion. Çka ndodhi tutje? Në 2024-ën, pak si në heshtje, 100 milion vetëm rrymë në Kosovë, dikon veriu ka kushtu 300 milion. Po plus veriu, do më thonë në 2024-ën pak në heshtje, nështë pak me fajin tonë që
tentu mobilizu pas mujtëm, u shtrejtu edhe për 15%. Kjo shkëjke në shkallë, si me thonë, progresive, ish prej nëse 50 euro ki pagu 2021, me blok tarif shumë gjasat kanë qenë që me të shku afro 100 euro, me 15% shtesë të në 2024 rrëth 115 fatura, tash edhe 15% po dojnë, dhe në rrëth 130. Arsyetimi, argumenti, asë është kur himna me dekonstruktu, me zhvesh sistemin, me kallëzu qysh s'ka shpjegime, nështë ta qytetarët edhe pak i hubë vëmendja. Por, kur e merra i faturën edhe e shet që prej 50 euro po pagun 130 euro, dhe prej bugjetit të ti, vetanak, rrogës ti o të saj, e pagun 130 euro rrymën, po, efekti rrymës ka bo që krejt çmime tjera më ushtrejtu, do thonë shporta e konsumit bazë, në 2021 30% e pagës të ka shku në konsum, sot shkon 60% e pagës. Do më thonë, efekti zinxhiror i shtrejtimit të rrymës shkon të shtrejtimi krejt produkteve tjera që janë elementare për me jetu. Ku është faji ZRE-s në këtë këtë? Faji ZRE-s është astret që ata nuk po mujnë me shpjegu pse duhet me u rrit rryma dhe çmimi i energjisë pra, edhe për e bëjnë vazhdimisht, çdo vit për e bëjnë. Edhe na kemi ardhur logjikshëm në një lloj argumentimi që ZRE ka bërë dhe ulje çmime. Po, ZRE tash po shkon të e shtrejtu, s'po mundet me shpjegu, qeveria po rrin heshtje që të dyja këto organe, së më thonë institucione, që çdash me mbrojt interesat e qytetarëve, nuk janë aty për me mbrojt interesat e qytetarëve. Janë për me subvencionu, për me asiguru qatë lloj fitimi që po e dënë keci me majtë të paprekun. Nështë edhe me shumë fishu. Pa, a nuk po duk për disa fajtori kryesor nuk është ZRE-ja, por qeveria. Dhe ZRE-ja në një farforme ka edhe një akuzë, kështu që po goditet ZRE-ja për me u falë qeveria. Jo, asë në armenim që e godasim ZRE-n për me qitë sipërfaqe edhe qeverinë. Se ZRE-ja nuk ka kallëzu që është institucion organi i pavarur, për shembull kur se këto në konsulta publike, kur i qetë ZRE-ja, aty palët dërgojnë sugjerime, komente dhe na jemi palë, por në 2021, në fillim 2022, nëse të kujtohet, edhe qeveria si palë ka dërgu sugjerime. Dhe sugjerimi... Po sugjerive këna? Po thëmë tash, sugjerimi në thojza, sugjerimi i qeverisë është bo vendimi ZRE-s. Pra, ZRE-ja ka tregu që nuk është organi pavarur, po operon, funksionon me direktivat të qeverisë. Na po e godasim ZRE-n për me kallëzu që është një organ që është i emërum pej ose është zgjatimi i qeverisë, është në shërbim të kecit edhe keskës e jo në shërbim të qytetarëve. A ka informata ka që, sa herë në kalume qeveria në 2021, qeveria i patë bë publike, 2022, i patë bë publike rekomandimet e saj. I patë bë publike, pra, si me thonë, i tha ZRE-s që to kime bo qështu që është bëtë thëmën, edhe ata zbatun për pikmeris, levezën, as pjesë, as kurgjesh. A ka që ta qeveria komenta jo? Nuk kemi naj informatë. Sa të kemi pasë reagimet prezidencës? Nuk kemi naj informatë. Astrid veç që se po thë qeverie na e fot qeverin fuqi jemi. Heshtja e qeverisë lënë me nënkuptu që këta veç se e kanë shtru rrugën për me marrë vendimin. Plus, shtoja kësaj që fillimisht u plasu në publik një lloj informate e rritjes 30-35%. Po gjithmonë kërkohet 30%. Këto e bonën, edhe ata keci me siguri kanë kërku qaq, që adin një lloj propagande dhe lloj spekulimi ose kërkese e fryme që kur ata e kërkojnë 30%, po këta e aprovojnë 15%, neve me na ngushëllu dyqysh me thonë, hajtë se veç 15% e rritëm, amo kjo është për e me barë e randë. Jo, po du prapë më u këthy, se do flasim edhe për ZRE-n edhe për energjinë. Po, nëse po thojmë që ZRE-ja është në shërbim të kecit, Kescos në këtë rast. Kesco dhe Kec nuk kanë kontrat me qeveri, me ZRE-n. Kanë kontrat me qeverin. Po që kjo... Pse qeveria nuk po merret me kontratën e Kesco në mënyrë që të zvogëlojë fitimin e tyre, për shembull Ramush Haradina thej ke nëse bono në kryeministër Xhaxhere ka pas premtim
nuk e rritë edhe i ke rrymën, se ullna me ata ju thëmë zbet e fitimin. Zbet e fitimin. Pro, qeveria s'po bën kurgjë, po rrinë po hesht, a di pse po rrinë po hesht? Po rrinë po hesht sepse po e she që kërkush s'pe gjun problemin të ajo. Ja. Na edhe nuk është kritik ndaj. Jo, edhe në organizim të protestave, targeti jon, më thonë se na jemi duke u konsultu edhe një iniciativë tjetër është që me kanë shpall protestën me 5 prill. Qa bërë njetin 30 iniciativa me njetin e amën? Qërë, asë tash na po tentoj me u bashku që mos me kriju ndasi dhe mos me qelë fronte të panevojshme mes grupeve. Po dikush ka, domethënë qëllimi na përbashkon, si më thonë që është kundër shtrejtimit të rrymës, ama gjithherë ekzistojnë që to grindave cice brendshme që dikush e ka një ide, dikujt i doket një aksion ma radikal edhe tërhiqet për grupit, asnjëherë nuk ka konsenzus. Po qëtëherë na kemi vendos si grup që mos me qitë pengesa për këtë iniciativë se na dëmton krejtëve. Domethënë me 5 prill është, këtë qytetarët po shpresoj që i bashkohen, me siguri jemi në fazën, si me thonë, përfundimtare të organizative që mas 5 prillit me njerë me vendos një datë tjetër, se me 11 prill pritet që ZRE-ja me marrë vendimin. Kështu që kjo është, sa i përket iniciativa, nuk e përjashtojnë njëna tjetër, njën në shërbim të qësaj kauze. Tash Pse s'po flasim me bashkënshkruesin e kontratës? Pse s'po flasim edhe pse targeti që më në merr përgjegjës se targeti ka me qenë edhe qeveria edhe ZRE-ja. Se mshefja e qeverisë të lëmë nën kuptu që këta e kanë një lloj interesi që nuk po e qesin, nuk po e folin, se e njëjta qeveri, e njëjta parti ka pas premtuar që do e nacionalizojmë kecin, do e rishikojmë kontratën, do e publikojmë kontratën, do e shkëpusim kontratën nëse është nevoja. Asnjëna prej këtyre nuk u bë. Domethënë, bëni takim me drejtorin gjeneral të Kecit, e pretën me të Limakut, e pretën me afërsi vllazërore. Sakt, domethënë, rrafshi i spekulimeve, po që nuk është bash i spekulimeve, është që këta e një kompani turke, të cilët kanë interesa direkte, të ndërlidhura, indirekte çfarë do qoftë me Republikën e Turqisë dhe respektivisht Erdoganin, dhe aty mundet me konë një lloj vegze që na tërheq neve, po kjo nuk e justifikon prap heshtjen e qeverisë. Që vegzu konë edhe atëherë, kur thëshin kena me nacionalizu. Nuk e justifikon, domethënë, heshtjen edhe qëtë lloj shërbimi ndaj Kecit edhe Keskës që po e bën edhe qeveria dhe ZRE-ja. Më thonë, qeveria nuk ka guxim me publiku kontratën, unë nuk kom him me ulëmtu, po ajo gjendet shumë lehtë. Këta po thuhet që nuk e kanë deklaru as mirë pasqyrat financiaret edhe me deklaru fitimin e 2 viteve të fundit. Nëse krejt situata ekonomike në Kosovë është e rëndume, po veç Keci edhe Kesko ndër të tjera po lulëzojnë, atëherë këtu ka një hile. Edhe hilja është që qeveria nuk po do me qitë në sipërfaqe, ku është që kjo pengesë, më thonë, në këtë qëtë halkë zingjirore, ku po lëngën sistemi. Dikush po përfiton, jeta qytetarët po rëndohet ditë mas dite, edhe qeveria po hesht. Por që to, target ka me konë edhe ZRE-ja dhe qeveria, nuk e dim mbi çfarë, nuk e kemi na tash preokupimin kryesor me u marrë me perceptimin e njerëzve qysh na po dëkëm me amortizu një lloj brengje tjetër për qeverinë. Na po thojmë, pe ditës parë, deri sot nuk është asnjë lloj argumenti që na çon neve drejt shfaqësimit të qeverisë. Po thojmë edhe ZRE-ja, edhe qeveria janë fajtore. Madje kemi mri në pikën se na kemi dalë, kemi protestuar dhe para Kecit. Po paramendo, edhe për kundër bindjeve tona, që janë, nuk kem shefim majtiste janë, na kemi dalë, kemi mri në pikën ku thojmë, a din qysh, në çet situatë, edhe Kecit nuk po jam mirë kuptojmë kërkesën për rritje, po nuk po kemi çka mi po. Se e kemi një qeveri e një ZRE që dashme na mbrojt. Pra një kompani private në ekonomi të tregut lirë e dën fitimin, e synon fitimin. Në rregull jemi, po ku është institucioni i pavarur në tojza ZRE-ja, ku është qeveria që dashme na mbrojt. Do të thonë që kjo është absurditeti, plus që këta Adin u bo pak banale, nështë ta u përsërit edhe demode u përsërit shumë, po me ata paguën për taksave tonave.
paguën për me mbrojt interesin tonë, qytetarëve, edhe nuk po e bojnë. Që është Qysh dëna mi absurditeti. detyru? Me na dëgju. Na nuk kemi Detyru, thojza. Po, nuk kemi asnjë mjet tjetër në dorë përveç organizimeve që jemi të bo, që jemi të i bo. Dhe më thonë është aksioni që e bënëm, këtë 2 aksione e kemi pas, po shpresojmë që... Një aksion që s'po na lën rahat njerëzit tu Po, të veç na to, thonë. se di a e nin shikuza, Se di a janë ka dëgjuar, tort, a po. nuk ka tort, po Shtetur shtetur rrima. rrima, dhe më thonë, është preokupimi i krejt qytetarëve, pa përjashtim, S'ka dyshim. edhe po shpresojmë që përmes organizimit, përmes mjeteve, kuptohet, ke demokratike që i kemi në dorë, protesta, aksione, presion publik, me i detyru me unë zbraps. Nuk e di, s'po dojmë ja bo qefin vetit, po kryeshefi ZRS në këtë intervistat para prake, deri para hudhjes gjujtjes me tort, ke shumë ma agresiv edhe cinik. Dhe më thënë në deklarimet e ke, nëse doni gjeni vetë ju ma li rrymën delni, qa me dalë në pazar me këshu rrymë me blena ata Yes, unë shqatari. Për që ato ti e zërëje dhe zyre regulatorit për me buat. Ishtë cinik. A dje, kur e lëshun komunikatën, zërëja, tha nuk e di pse kjo nguti se na halas kemi vendos për me buat rritje. Dhe thëmë po, deri para pak ditë theshe që na e kemi shumë të kalkulume pse duhet 15% me u rrit. Edhe abuzoj ke astrit me atë shifrën 50 euro nëse ki pagun 58. Po, ama qatë 50 euroshin para 3-4 vjetë e ki pagun është ta 25. Plus që hilja ma e madhe është që po buon pranë verë. Po buon që gjëja na mos me vrejt. Gjithë pranë verë. Kur vjen dimri, çatëherë me A bëhet një farë bilancë energjetike. me na ra fytyrës pak krejta jo faturë. Sa rrit rryma? 25% a 24%? Rreth 125% më na 3 vjetë e gjysi. Me bas çfarë kalkulimi? Na del kjo. Do më thëmë, përmes blok tarifës një herë, që janë kalkulu edhe si pas asaj që ka deklaru, se kjo e Të gjitha kalkulimet Shënollit, atë që në marrimit apo... Po Shënolli e ka bo një punë gëgja të mirë, me statistika, do më thënë aty merren parametrat e asaj që prodhon keku që dihet, asaj që importon kosti që po ashtu dihet, edhe ato që e faturon kesko. Do më thënë që të janë parametrat ku na e kuptojmë që rreth 125% është shtrejtu rryma për Dhe argumenti është që rryma duhet shtrejtohet sepse Kosova ka importu më shumë se që është planifiku. Kek ka jep më pak rrymë se sa që ka premtu. Dhe kjo e bjen në problem importuesin. Faturusin duhet me shtetu. Faktikisht as kemi mjaftu shumë rrymë. Po. Dhe që keku s'prodhon mjaftu shumë rrymë, kemi pak kapacitet, që 41 vjet, as 1 megawatt rrymë në Kosovë nuk o ndërtu. Kjo është tragjike. Pra, e kemi vish një kek. Fakti që edhe ai kek, në momente caktume, nuk arrin të performoj në 100% e saj. E për çka duhet menaxhmenti. Pra, importojmë më tepër rrymë. Importojmë më tepër rrymë. Qysh mos me rri çmimin atëherë? Që astet, unë pa modesti për thomë se është edhe analize grupit të cilët nuk janë ekspert energjetik. Por kur hinë me ullum këtu, e kuptojnë që këtu ka një dallaver. Për që ka dallaver, s'kom dyshimone. Ade nxjerrëm dallaverin se nuk është visi vjetë, që 4 vjetë. Që për shikuesit. Dhe unë besoj që këtë dallaver është të përfshim dhe qeveria, me import energjisë. Dhe unë besoj në çfarë do forme. Me import energjisë. Që, asërit po mënona me shpjegu thjesht. Argumenti jonë është mu nacionalizu ketësi, se kur neve na bjen me importu shtrejt, na edhe ashtu pe pagujmë edhe pe subvencionojmë. Nëse 20 milion i fiton keci në vit, fitimet të pastra, pa kosta. Ideja e nacionalizimit të kecit visheke. Po, që tash nuk ndodh. Që për thojmë si alternativë, do të thonë, na qytetarët i pagujmë, nëse performon mirë dikur keci edhe keku dhe bëhen publike, ato taksa na kthehen neve përmes shërbimeve nëse na kthehen. Hajde pëllojmë që kjo nuk po ndodh ka. Çka është ndodh aktualisht? Do të thonë kur kena hina me ulëm tu, e kemi po, hajde në pikun në dimën, 1500 megawatt po i shpenzojmë na si shoqëni. Për shembull, 10 orë kemi shpenzu shumë më tepër se sa që kemi prisur. Që po bëjmë me shifra fikse. Ka orë diaspora i ka dhënë zemit. Po, po bëjmë me shifra fikse, ndoshta për shikues që më kuptu. Nëse në 10 orë i shpenzojmë na 1500 megawatt.
Keku ka thonë unë mu imi prodhu 800. Na mesin edhe 700 që duhet mu importua, po? Po. Importin e bën Kosti që është kompani publike. Po. Kosti kur e importon 700-shin, ajo e deklaron. Po. Edhe munohet një pjesë me faturu, se manej ja çon kecit për me na shpërnda neve. Nëse e këpusim që të halkë zinxhirore qëtu, edhe i them Kostit, a mujna na me pagu qatë 700-shin, pa e shtiti në rjetin e kecit edhe me na faturu neve edhe fitimin e kecit. Dhe më thonë, kjo është absurde, se këtu po dënë me fitu çdo kush në halk, përveç ata që u deklarun edhe punëtorët e kekut, që veç ata s'po përfitojnë që pe prodhojnë vetë. Ata janë në kushte të mjerueshme, edhe nuk po përfitojnë. Kosti që the që e bën importin, që është kompani publike, këto aferat manej po thuhen spekulime, po logjika po të çon dika. Do të thonë aferat me Nagib Krasniqin, me Martin Berishajn, e këto importi rrymës po na vjen neve pe dika, duhet me ditë pse po na vjen, a kemi nevojë gjithçysh me importu, a nëse ti i cungon ose nuk ndërmerr hapa për me prodhu kapacitete, po importon rrymë, i bën që ti jetu dash qëllimshëm me importu, që dikush me përfitu në këtë farë hallke zinxhirore. Ose mi thon Kostit, nëse çato 700 MW jetu importu, a bën me pagu veç qatë 700 MW-shin, mos me shtinë në rjetë kecit. Këta edhe pa e shtinë në rjetë kecit, edhe po na faturojnë edhe ma shumë. Pa fitimin e... Po kjo është absurde. Pa fitimin e kecit. Këtu po dënë çdo kush me përfitu, veç qytetarët me hub. Kjo është këtë absurde. Gjibralje Vojëll? Po për këtë të nalëve që sholla na bashkohen edhe në protestë. Që të rikat e vjetë debate, kurs nuk kam përmen njerëzit që ka të shumë një tort. Me një tort, o bone... Torta ke. Po dalim stash prej punës rrymës, a shkojmë ka politika? Edhe ashtu gjithë logë më na thejnë. A pe bën shoku i Albini Qeverin? Shoku i Fojza. Po dhe po. Ka nisë shumë, me thonë që si jam shoku edhe po njëna mirë. Ja ka nisë me distancush është një? Ja, këtë akterët e ndryshme, do thënë me najveks tjetër, do me najveks tjetër, unë po menej që aty jemi mirë, në rrugë drejt. Se unë e di që ti mendim tonë absolutisht pa ndiku. Unë menej që asë njëherë nuk ka pas ma pak entuziazm, ose të paktën nuk po na shpërfaqet një lloj entuziazmi për formimin e qeverisë, edhe kjo ma shumë po kuptimsohet përmes që tyne këfintave të veçel që tash vetë qeveria po i qëtë, nuk hina me lexu ligjin se kem të marrë edhe me çështjen e energjisë, japim dorëheqje, certifikimi, t'i presim rezultatet. Nuk ka pas nevojë për pritje të rezultateve kur i ki 48 deputet. Është masë e madhe, Qatë vinë ma shumë ishtë falnerës? Unë nuk jam i mendimit që opozita do të me bo qeverinë, unë jam i mendimit që atë që i ka marrë 400.000 vota dhe 48 deputet është afër finishit, ja japim edhe një shtytje, e bën qeverinë edhe e qesim para përgjegjësisë. Do të thonë qytetarë. Çka nëse ai se bën qeverinë? Nëse ai se bën qeverinë, kallxon hapthas që nuk ka vullnet me bo po se po edhe nuk ka guxim me çu vullnetin e qytetarëve përpara, se 400.000 vota janë shumë as rreth. Po absolutisht. Kështu që 400.000 vota 400.000 votues të kanë thonë që ti duhesh me votu me formu qeverinë. Edhe mos me bo, kjo është mos guxim edhe ikje pe përgjegjësisë. Kjo na muj me hi në analizë dhe mu zgjeru tepër shumë në çfarë do kahje që shkojmë, na çon në atë që pritjet për vete zoti Kurti edhe vetëvendosja i kanë pas shumë ma shumë, ndoshta mi mri 60 të ku ta diun sa deputet, po ai rezultati ke për mu një lloj ndëshkimi, jo çfarë sa kom dashton, një lloj ndëshkimi për mos punën, edhe përgjegjësia prap duhet me u ngarku qeverisë dhe zotit Kurti për me bo qeverinë. Qysh e bën, qysh mundu me thonë që po do me bo qeverinë kur po thot nuk bëj koalicion me kërkon? Po dhe numrat aty s'po dalin. Kjo astret është tepër gati në kufi të banalitetit, me na thonë që nuk du edhe me qitë pengesa kur i ki 48 deputet. Nëse qitë pengesa prap, thashën, kallxon që ti nuk je i gatshëm me formu qeverinë. Pa me në, dhe të thonë, i merë 400.000 vota, e trasën në rrugën për me shku në zgjedhje prap, edhe me na buneve qytetarëve fajtorë prap.
Domethënë unë mendoj që logjika e zotit Kurti dhe vetëvendosjes dën me na çunë në një pikë me na thonë unë jam kum li 500.000 vota s'me keni dhënë. Tash se bëj, a? Tash se bëj. Okej. Ha më thon. Tash shkojmë zgjedhje prapa, po. Si thon- na rrojer. mi thon- 500.000, po, mi i thon- merr 480. Mi thon po Prapë tash dhe hera? tash fajtor qytetarin s'mundesh me bo. Para me në opozita po kallëzohet ma racionale të thonë na dhe me pranu rezultatin se që kaq na kanë dhënë, s'kemi performu që kemi dash, po qytetarët kanë menu që duhet mi pas 18, respektivisht 28% sa i kanë partitë opozitare. A ky që i ka 42% po thotë ja, ju jeni fajtor se s'mi keni dhënë 51%. A bën Edhe. qeveri Kurti ajo, është një pjesë e njerëzve të cilët e njohin edhe vetëvendosjen e Kurtin që thonë Kurti ma me qef se kish bërë qeverinë. Ti Po ku je në mendime? unë menoj që krejt eskivimet, që to ankesat që kemë në krejt PZA, Supreme, tash dojnë me quhe dhe në kushtetuse. Çështja e dorëheqjes ose mos dorëheqjes, janë teknikalitete që të kallëzojnë që ky nuk po ka vullnet për me bërë. Dhe do me pengu procesin. Ose me qitë me na qitë si shoqni dhe si front politik, le ta themi, me na qitë para një situatë ku thot amni edhe një 3, 4, 5 deputet sa më duhen mu edhe mos më ngucni se unë di mu bë destruktiv. Ama nuk është mon qatë pozitë edhe A qatë mundet mu pozicion. shantazhu edhe me tutje shëshnia edhe qytetari kosovar tillë, se nuk është që s'janë bërë nga Kurti, po nga të tjerë të kalumë. Unë që ato që e bënëm edhe prezentimin asrit në fillim, nuk jam tema unë, po unë me qatë rol që e kom edhe me qyshe përjetoj vetën si aktivisti shoqëri civile, kam me u mundu në të gjitha format me qitë në sipërfaqe qëtë banalitet të qeverisë dhe qëtë absurditet të qeverisë, me thonë që na nuk jemi përgjegjës se ti si ki marrë 500.000 vota. Ti e përgjegjë se s'ki mujt me na dëshmu që duhesh me i pas 51% pra. Logjika duhet me u përmbys edhe duhet me u thonë në qëtë formë. Kështu që unë jam thash i bindjes që prap Kurti me formu qeverin edhe me marrë përgjegjësinë për rezultatin që e ka. Dibran, apo do këtë që këtë përfshira Dyanis, jo përfshirë, po Dyanis për Albin Kurtit e te poshtë, po tuten me votë qeverinë se po i tuten Donald Trumpit. Po këto kish harova me përmen edhe ma herët, sidomos mas asaj skene që e kanë pa të Zelenskit në Shtëpinë e Bardhë, unë menej që asnjoni prej liderëve nuk e ka guximin me u përballë me qatë uragan që vjen prej Amerike, edhe kjo nëse ndodh edhe krejt rrethanat kanë menaçuar neve dikur te një shpjegim pse po ndodh zvarritja e mosformimit të qeverisë, kur numrat janë aty, na duhet te shpjegimi me pas goxha në qendër çato që po e thuti asaj që politikanë tonë nuk janë të aftë me marrë përgjegjësinë që ju takon në kohën dhe në rolin që ata, në kohën që jetojnë, në rolin që ata përfaqësojnë. Domethënë nëse një politikan i ka në menën e tij veç kalkulimet e votave dhe kalkulimet partijake, e jo interesin shtetëror, po kënej na qesin hi syve të na thonë nëse i du na shtetit dhe interesit shtetëror që po thot presidentja, unë mu sakrifiku, ama a ka një politikan që e kupton rëndësinë edhe rrethanat në cilat gjendemi si shoqni, si rajon kuptohet, çështja e veriu dhe gjitha çështjet që ndërlidhen me dialogun me Trumpin do ishin prej me një këputje, domethënë kishte ndodhur një prej me shumë më e vrarë se sa që jemi mësu ngrehem ose këput me qasjen e BE-s. Kështu që secila të pak në mos me hin hak PDK-s, po më duket që nuk e ka reflektuar në mas madhe qatë lloj mosguximi, po VV-ja dhe LDK-ja më shumë, LDK-ja me përqindjen që e ka edhe mundet mu justifiku deri dikon, po VV-ja me 42% me thonë në forma të tërthorta që nuk ka guxim, është mos me marrë përgjegjësinë që i takon, edhe me kalkulu mbi një situatë që thot ndoshta është mirë që tash me i shty opozitën me bo qeverin, me bo ata një marrëveshje të dashme, dhe çka bëjmë na? Në opozit dhe në situatë të jashtëzakonshme kemi dëshmu që rritemi dhe rritemi prapë. Nëse që ky është kalkulimi i vetëvendosjes, unë menej që ata duhet
me marrë një goditje edhe më të fortë se sa që e kanë marrë me humbjen e 10% që e kanë pritë që do e majnë qatë trupe elektorale që nuk e majtën. Dibran, nëse kështë boti qeverinë, si me thonë, nëse ishe veti me orë dikush me të pyqe, për shemë Albin Kurtja, dikush marrë me të pyqe, thonë, Dibran, me kënë me bone qeverinë, kush vetëvendosja me kënë e kështë bo, si pas menimit të? Unë menoj që vetëvendosja edhe PDK-ja për shkak të numrave kishin mujt edhe me qenë kështu një lloj balancusi për njëna tjetrën, edhe me te kalu situatën që na vjen pas një viti me pozitën e presidentit, kështu që edhe në tema të mëdha mendoj që kish mujt me u kriju një lloj balanci. Ama nuk po shihet që ka vullnet në atë drejtim, edhe po shihet tash asrit që këta po dojnë me lënë fojnë një tjetrit kur bën gabime edhe kur shtyhen drejt një Rrez mos e janë? Unë besoj astrit që na duhemi para se loja në kila kum shefësh e lefojnë tjetrit të gacado po. Unë besoj astrit që nështë deri në kufi të një lloj obsesionimi e ka me mënyrën që ndërtohen diskurset edhe ligjërimet në shoqëni. Diskurset edhe ligjërimet ndërtohen jo krejt vetëdijshëm, po i bëhet hyzmeti në gjuhën e popullit me thonë, që ato më ta prodhu një rezultat. Domethënë ti dën me mbrite votat përmes votave të pushteti, po parakushti për me mbrite votat dhe të pushteti është me ndërtu ligjërimin. Dhe ligjërimi i vetëvendosjes ka qenë edhe ata. Edhe përmes fushatës elektorale e kemi pa që ka dasht, sidomos Zoti Kurti me portretu opozita, ndryshku, klani vjetër, ata edhe ne. Ata të pamoralshmit, ne të moralshmit. Ata pasanikët, ne që sakrifikojmë dhe jemi të varfrit, edhe kur rrëfimi nuk qëndron, ligjërimi nuk qëndron, ti lunë me që ato mjetët që i kinë në dorë për me majtë rrëfimin gjallë. Edhe me që ky rrëfim, edhe që ky lloj ligjërimi e ka pru, ose e ka majtë 400.000 votë, unë menoj astër që edhe sa do pak ose shumë kohë me kalu që opozita e bën edhe bën veprime, ligjërimi është i fortë i vetëvendosjes. Pra mund një pjesë votuese ala. Thot, a ju kemi thonë që ata bëjnë marrëveshje dëmshme? A ju kemi thonë që ata bëhen bashkë? Nëse e lënë vetëvendosjen. Për shembull nëse bëhet opozita, po. Për çto unë mendoj që vetëvendosja tenton vazhdimisht qarje shoqënore për me majt ligjërimin, për me majt rrëfimin. Edhe na me që s'kemi mujt me rrëzu rrëfimin, nuk mujmë as me rrëzu që ato që po thu ti a funksionon a nuk funksionon. Unë besoj që një parti e cila na po folim në përqindje minus 10%, ama në vota asojt është minus 30-40.000 vota. Po, se rrit numri i votave. 4 vjet trupën elektorale pe 430.000 me mbajt 400.000 për kundër. Po, ama për kundër dështimeve në qeverisje është shumë, trupa elektorale është shumë. Se edhe kur ti nuk bën qeverisje të mirë, nuk qeveris mirë, çka të intereson ty? Të intereson me majtë rrëfimin. Rrëfimi të krijon edhe po vetë sot gjatë mundet më majtë kjo rrëfim, se 4 vjet edhe e man. Po 4 vjet u majtë, astra unë menoj që me që u majtë 4 vjet mundet edhe 1 vjet, edhe 2 vjet, edhe gati 3 vjet, që mos me qitë kështu data dhe deadline. Po jo, pe di. Ti i ki taborizu opozitën, anej, ki taborizu gjykatat, ki taborizu... Po që opozita s'është e taborizume. Se ka njëtin mendim, për shembull si pe sheti faktin që LDK po thot do më nejt në opozitë. Po unë menoj që LDK po mundohet me rrëzu ose me... A ka me përfundum fund nga VV dhe PDK, LDK-ja fajtori? Kujdestar. Po, VV-ja jo... Ama komentin mbi qëndrimin LDK-s dhe pastaj... Po, LDK-ja, unë menoj që ka vendos përfundimisht edhe kur goditet me gjykimin që në situatë dhe rrethana të jashtëzakonshme për vendin ju nuk po jeni qaq burrshtetas, se me thonë në çet termi që na e përdorim, ata kanë vendos me pranu edhe që gjykim veç për faktin që gabimet e të kalumës mos me i përsërit. Të më thonë, kanë vendos që me majt përqindjen që e kanë, edhe nuk po e thënë shumë qartë, po me fjalë të tërthorta që na do jemi në opozitë. Domethënë prej kur u bë standard
që një qeveri që e pranon përgjegjësinë edhe rezultatin, edhe që pranon me konë në opozitë, me thënë jo që hinë qeveri. Një parti, po. Dhe me thonë, ata kanë vendosur që se adin për aq sa komujt mi përcjellën intervistat e zotit Abigji ku do arë Sakica dhe Gjilit e kështu me radhë. Ata paka shumë po na thënë, a na keni thonë edhe në 2020-ën që është urgjencë kombëtare me bo një sakrificë. E bonëm na keni dëmtu. Edhe urxum në 12%. Pse duhet me besu që është një urgjencë tjetër kombëtare edhe me urxu prap kur u ngritëm 18. Rrini në opozit edhe tash për rezultatin e tyre na s'pëlqojmë aty çka kanë pritë e çka nuk kanë pritë janë ato matematika që i bëjnë vet ata. PDK-ja po dënë me sulmu në një farë kuptimi që me thonë na jemi të dashur si opozit me bo që LDK-ja s'po dënë. VV-ja e ka qëndrimin që na i kemi qata deputet, kush dënë me ardhë me neve është mirë se ardhën, po na nuk kemi obligim dhe atyne që vinë me neve. Se ju na detyrojeni neve, jo na juve. A ka me qenë kjo, a mundet potencialisht kjo fajsimi i LDK-s me qenë brumi për ndërtimin e koalicionit VV-PDK? Se dhe VV mund thot, s'patëm opcion tjetër, e ardhmja Kosovës është më rëndësi, duhet me ndërtu një qeveri, dhe kënë e kemi, LDK-s dashti, kënë e kemi PDK-n. Po e bëjmë sakrificën. PDK më ashtu mund me thonë, na dashtu me bot qeveri të opozitës, nuk dashti LDK. Kosova ka nevojë me pas qeveri së në turbullinat pa e botës, jo Donald Trump, jo këto geopolitika, ajo që zetet Kosova fare hesh, arshyetime mashtruese nga të gjitha palët, dhe hynëm në qeveri. Këtu po thëmë, a ka me qenë këtë tentimi me gjuket fajin të LDK-ja, që më e dëmtu LDK-n edhe me tutje elektronisht. Po faji, nëse gjuhet për PDK-s, ka sens. Do të thënë në gjetë si argument. Se thot, na deshtëm me LDK-n, si opozit dhe me Rzu Albin Kurtin, po nuk u bo, tash për interesa madhore, na u desht edhe që të sakrificë me bo për me shku me vetëvendosjen. A vetëvendosja nuk e ka pozicioni që na po e lusim LDK-n. Do më thënë e ka veç PDK-ja që na po e lusim. Se ka pozicioni, mirë po vetëvendosje me e pyt tash, me Hjeke Albinin, me pyt me kënë e këshit bo, prape kështë bo me LDK-n. Dhe e ka marrë një refuzim qartë. Po besoj që, do më thënë, shpjegimi ma shumë i përafrohet PDK-s, edhe nuk e besoj... Pajtohem që më shumë ti përafrohet. Nuk e besoj që kish me dëmtu LDK-n. Do më thënë, se, për ashtë sa komujt me kuptu unë, LDK-ja tash po mundohet me kriju një lloj identiteti që i ka hup tash në 20 vjet. Se heri kanë thonë paterice vetëvendosjes, heri paterice PDK-s. E tash po mundohet me këm gull në një pozicion edhe me ndërtu identitet. Këto po shihet që nuk ka me pas lejt jo prej jashtë, po vetë prej mrana. Dhe nëse ndodhë që kjo krisje që është nisi pak para pak javësh me u inicu prej Abdullah Hotit e grupit që është mrana LDK-s, menoj që ka me konë fillimi i fundit të LDK-s, krisja dhe qarja e brendshme, jo presionet për jashtë. Po besoj që ajo ka me konë fillimi i fundit. Dhe ti pranë, a kemi qeveria zgjedhje, pyetja e fundit? Unë nëse Astrid si kisha po eskivimet e fundit të vetëvendosjes, që ka pushtetin dhe i ka numrat, po këqyr me qitë pengesa, nëse nuk i kisha po qëto indikacione, kisha thonë qeveri. Po kur për e shoh qëto indikacione, ma shumë për më qënë ka zgjedhje se sa ka qeveria. Do më thonë një parti që i ka 48 deputet, 42%, këqyr me qitë pengesa, atër nuk ka nëjë shpjegim atë për afër se sa zgjedhje. Ti pranë, faleminderit shumë. Faleminderit atë.